Nga lufta Zotriun Vajdin Berisha. Të nderuara familjet të dëshmorëve dhe martirëve nga Krusha e Madhe, të nderuara familjet të dëshmorëve të pranishme në këtë tubim, i nderuari kryetari i komunës zoti Idris Vehapi, nën kryetari i komunës së Gjakovës Ramazan Hoti, i nderuar zoti Maresi, i nderuar drejtori i policisë së Kosovës zoti Nesmi Krasniqi, zoti Kasumi, të nderuar bashkëpunëtar, të nderuar të pranishëm, të nderuar bashkëtar të intelektualit dhe patriotit të madh Okshin Hoti. Kam nderë dhe respekt të veçantë që të ju drejtohem dhe të ju përshëndes në emër të shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë territoriale të Kosovës, Dega Raoves, në këtë ngjarje shumë të rëndësishme në historinë tonë, me të re në 15 vjetorin e rënies së shumë dëshmorëve dhe martirëve nga Krusha e Madhe. Dalja në skenë e ushtrisë territoriale të Kosovës erdhi në momentin vendimtar kur ende nuk ishin humbur të gjitha shpresat për të ngritur çështjen kombëtare të Kosovës para fuqive të mëdha. Pranvera e vitit 1998 ishte periudha që i riktheu kombit shqiptar shkëlqimin, e kjo rrugë që u nis lavdishëm në prekazin legjendar të Adem Jasharit për hapje shkëndije të luftës qeveritare anë kënd Kosovës. Datat të rënieve të dëshmorëve ne obligojnë ne të gjithëve që të respektojmë ato, sepse respektojmë gjakun dhe respektojmë historinë tonë. Për fat të keq, historia jonë është mbushur me ngjarje të tilla, sepse pati shumë rënje, pati shumë sakrifica. Krusha e Madhe i dha shumë këtij vendi, ja dha Kosovës 21 dëshmor që u bën pjesë e historisë dhe vetë historia. Muaji mars është muaji i shumë sakrificave, muaji i shumë betejave dhe muaji i shumë rënjeve heroike. Të nderuar të pranishëm, do t'i përulemi me respekt veprës së madhe të luftëtarëve të lirisë, veprës së dëshmorëve të atdheu, jo vetëm në anadrini, por në këmbë trojëve shqiptare. Ju duhet që edhe në të ardhmen të jeni po aq krenarë si edhe deri me tani, dhe të ndikoni që ne të jemi më të vëmendshëm në veprimet tona të përditshme. Në këtë mënyrë do të kemi shtytjen e duhur që të punojmë për një të ardhme më të mirë të pastasve të dëshmorëve. Të nderuar të pranishëm, me pjesëmarrjen dhe prezencën e juaj në këtë tubime përkujtimore. Ju nderoni dhe respektoni sakrificën e këtij populli, nderoni mundën dhe djesën e luftëtarëve të lirisë, nderoni gjakun e gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Ju nderoni historinë tonë më të re. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë territoriale të Kosovës do të jetë gjithmonë në mbështetje të këtij ideali dhe në vazhdimsi në të gjitha mundësitë do të jetë e vendosur që të vazhdoj rrugën e dëshmorëve të kombit. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve nga Krusha e Madhe, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Ju falenderoj.